Tash në këto temperaturat e larta ka persona apo ka grupe të caktuara të cilat përjetojnë edhe depresionin e verës, e që mua pak njëherë fillimisht më duk si e çuditshme, pak si temë, se zakonisht jemi mësu që të flasim për depresionin më tepër gjatë vjeshtës dhe gjatë dimrit, kur temperaturat janë të ulta, erësohet pak më herët, e gjitha këto është një ambient pak më melankolik, e që verës ka aktivitetet të shumta, por që po ndodh, ka do thot edhe të përbalemi me depresion të verës. E për këtë kemi të ftuar në studio psikologun klinik, zotre Ilir Havolli, që tashmë është në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se vjen. Shumë kënaqësi që ju kemi këtu. Mua mu duket çuditshme, po me gjas nuk qinka, a? Ka ndryshime emocionale të gjatësinë së verës, që vjen si pasojë e ngarkesa ndryshme tjera, por që edhe si vjen si pasojë përjetimit e rrezëve diellit. Pra parasisht asaj pjesës që stina verës është e pjesa ndritshme ku kemi mjaft dritë e tjera, edhe vera sjell stres të lartë, ankth të lartë dhe depresion tek individit përkatësisht shqetësime emocionale, si pasojë e temperaturave të larta, si pasojë e mungesës së rutinave, si pasojë e mungesës së strukturës ditore, si pasojë e ndjenjes të tjerët janë të lumtur dhe rrit vetmin tek personat të tjerë. Gjitha këto përjetimet ndryshme ose gjitha këto situata ndryshme kur ndërthuren tek individit e thellojnë ndjenjen emocionale, përkatësisht ndikojnë në mënyrë emocionale tek individit, sidomos tek ata që kanë prirje për depresion. Atëherë cilat janë ato simptomat e para që fillojnë? Është lodhja vazhdueshme, ulja e oreksit, ulja e peshës, nervozizmi i tepruar, ndjeshmëri e shtuar ndaj faktorëve ndryshëm, si ndaj zërave, si ndaj dritës e tjera, pastaj humbja e interesit për aktivitete ndryshme e tjera. Pra këto janë disa nga shenjat cilat janë evidente tek individit, por kur këtyre shenjave jashtojnë një shenjë tjetër që janë mendimet e vazhdueshme, vetë dëmtuese, atëherë kjo merr atë çështën serioze për ndërhyrje. Ndërsa në raste të tjera kur nuk arrim te këto mendime, çka të bëjmë që mos ta lëmë vetëm të thellohemi edhe më tepër? Zakonisht duhet pasur parasysh se ne çdo herë mund të kontribuojmë vetes me aktivitete ndryshme, me rutinat ndryshme e tjera. Kur jemi te rutinat, më lejoni që them që ndryshimi shpesht i rutinave ndikon në rritjen e pasigurisë emocionale tek personat e ndryshëm. Pastaj do të kemi parasysh që këta individ do të kenë një balancë të shtuar mes ushqimit, mos të ushqehen me ushqime të pashëndetshme, pastaj do të bëhet reduktimi i përdorimit të rrjeteve sociale, do të kemi biseda të shtuara me njerëz të afërt, do të kemi gjumë të mjaftueshëm, do të kemi aktivitete fizike e tjera. Dhe këtu ndikojnë si pasojë e temperaturave të larta për shkak se ndoshta jo gjatë tërë ditës edhe mund të dalim, apo na ndryshon rutina për shkak se jemi në pushim, ndoshta pushojmë vetëm në shtëpi dhe shohim të tjerët në rrjetet sociale të cilat janë duke shkuar në pushtime diku tjetër. Kjo mund të ketë ndikim edhe këtu te rrjetet sociale, ha? Kur jemi tek rrjetet sociale, kjo është ajo pjesa se rrjetet sociale çdo herë ne i potencojmë edhe për ndikimin e tyre pozitiv në jetën tonë, sidomos kur ato përdoren për qëllime profesionale dhe akademike. Por rrjetet sociale shumicën e raste ose në një përqindje bukur të lartë kanë ndikim negativ, sidomos tek ta persona të cilët vetë se kanë prirje për depresion. Rrjetet sociale janë ato aja forma vizive që ne e shohim, që ne e lexojmë, që ne e vrojtojmë, ku duket gjithçka bukur dhe e lumtur. Ndërkohë, individi i cili është i prirur për depresion, mendon se duhet të jesh çdo herë lumturisht aktiv. Dhe kur e shef se kjo është e pamundur, kjo rritet ndjenjen e mungesës dhe pamjaftueshmërisë tek individi dhe individi faktikisht përkeqësohet. Ne përmendëm, në fakt ju e theksua disa herë ata të cilët janë më të prirur për depresion, do të thotë që janë përballur ndoshta edhe herave të tjera? Personat me të prirur për depresion janë sidomos për depresionin e sinës së verës, janë personat e rinje, përkatësisht adoleshentët, gratë, personat që kanë shërgullime të ankthit dhe të gjumit, pra ata që kanë ankth të rritur dhe shërgullime të gjumit, personat që kanë një histori të mëparshme të depresionit apo shërgullime të humorit, si dhe personat që jetojnë vetëm dhe nuk kanë përkraje sociale. Këta janë personat më vulnerabël, që ndikohen shumë ma lehtë nga depresioni kësaj stine. Çka të bëjmë ne si shoqëri, si
meq si familjar, qështë i ndihmojmë edhe qështë i vrejmë këto detaje që shpesher duken që nuk janë ndoshta serioze, apo nuk e dim që është gjendja ashtu si që duket. Shpesh këtu simptoma ne ngatrojmë me një lodhje të përditshme që ne e kemi. Shpesh, hajde se kjo është lodhje. Ne zatin Covid fundit jalim e gjithë fajnë e lem vaksinave të Covidit. Është si pasoj e vaksinave. Vim një arsi. Por kur kjo lodhje zgjatë ma shumë se 2 javë. Kur kjo gjendje zgjatë ma shumë se 2 javë dhe ndikon në përditshmërinë tonë, për shembull ndikon në gjumë, në raportet familjare, në punë, në aktivitete ndryshme, në orek e tjera, ne do të kuptojmë se kjo nuk është një lodhje e zakonshme. Nuk është një lodhje e zakonshme e cila do të injoruar. Por kur kësaj lodhje ashtojmë edhe disa simptoma tjera, siç është ndjenja e izolimit, pastaj mungesa e motivit apo mungesa shpreses për një tarme, pastaj mendimet e vazhdueshme negative, atëherë këto janë disa sinjale që ne do ta kemi parasysh se ne apo persona tjerë që të njohim, du t'i rekomandojmë tek profesionistët e shëndetshëm. Ndërsa para se të shkojmë edhe tek profesionistët shëndetësor, çështë ta bëjmë më të lehtë ta kalojmë këtë fazë, cilat janë pjesë e ditës që ndoshta duhet dalim, me çfarë persona të takojmë, cilë persona na bëjnë ne të ndihemi më mirë. Zakonisht ne kemi të pamundur nga njëherë me zgjedh personat me cilët ne do i takoshim. Ne çdo herë quajmë një pjesë toksike. Ajo toksiciteti mund vjetë nga gjërat që ne i shohim, por nga gjërat që ne i dëgjojmë. Tani varësisht se me cilë persona ne rrim apo i dëgjojmë, ne mund të kemi edhe gjëra toksike me cilat e ushqejmë dhe kjo e përkeqëson gjendjen tonë emocionale. Por ne duhet ta kemi parasysh se kur nuk kemi mundësi që t'i zgjedhim personat me të cilët rrim, sepse mund të jetë një familjar, mund të jetë një koleg i punës, mund të jetë një mik apo një mike ngushtë tjera që ti nuk e zgjedh dot, nuk e eliminon dot, sepse individi kur flet për toksicitet nuk kupton që edhe ai po përjeton një gjendje të tillë. Prandaj si diçka e tillë, ne çdo herë themi që nuk duhet ta braktisim tjetrin kur kemi nevojë, por ne ndikomi patjetër. Atëherë si mund të veprojmë ne si individ, që ne të lirohemi apo të mos ndikohemi. Atëherë ne do të kemi parasysh se do të kemi ecje të vazhdueshme në natyrë. Ne nëse ngarkohemi nga rutinat e ditës, atëherë një ecje e mirë në natyrë do të na ndihmonte ne që të bëjmë uljen e kortizolit, i cili është përgjegjës për humorin. Pastaj janë teknikat e ndryshme të frymëmarrjes, teknikat e meditimit e tjera. Ani pse teknika e meditimit kërkon një qasje specifike, më lëni të them se teknika e meditimit ndikon mbi vetdijen dhe mbi qetësinë emocionale. Po ashtu aktivitetet fizike janë ato të cilat neve na ndihmojnë që të çlirohet endorfina, i cili është një hormon natyral që na ndihmon në luftimin e depresionit. Pra ne kemi mjaft hormone brenda vetes, brenda trupit tonë, cilat tajiten, prodhohen në mënyrë natyrale, por që ne duhet gjejmë rrugë cilat ato prodhohen. Pra kur ne i kryjmë gjitha këto aktivitete, ne atë stresin e tepërt, atë ngarkesën, atë toksicitetin, thonjza, atë energji negative që kemi marrë brenda ditës, neve që zbrazim. Çka do thotë kjo? Kjo do thotë që ne do ta mbajmë një balancë hormonale brenda trupit tonë. Balanca hormonale brenda trupit tonë bëhet me aktivitete ndryshme tjera. Kur ne qëndrojmë në vende të mbyllura, kur ne qëndrojmë në ekspozim temperatura të larta, këto ndikojnë në ndryshimet hormonale në trurin tonë. Ekspozimi i gjatë ndaj rrezeve të diellit ne kupton që kemi disbalancë të hormoneve, përkatësisht të hormonit melatonin, i cili është hormoni i gjumit, dhe të hormonit serotonin, i cili është hormoni i lumturisë. Pra kur ne ekspozohemi për një kohë gjatë në rrezet e diellit, dhe kur kjo ekspozim në kupton edhe atë energji negative që ne veç se kemi përveçuar, atëherë kjo ul energjinë tonë emocionale dhe e rrit dozën e ankthit. Po libra psikologjik kanë ndihmojnë? Kur jemi tek librat psikologjik, do të ishte mirë që të shohim librat cilët me vërtet neve na krijojnë një optimizëm brenda vetes. Shumica individëve janë të prirur që të lexojnë dhe të gjejnë simptomat e tyre brenda libra. Unë kisha sugjeruar dhe po ashtu edhe klientëve të mi sugjeroj që mos futen me lexu për psikologjinë se cilat janë simptomat e tjera. Ato lëri të kalojnë, sepse sa më shumë që ne lexojmë për simptomat e depresionit, apo të ankthit, apo çrregullimeve tjera psikologjike, ne thellohemi brenda tyre. Ne duhet të injorojmë thonjza ato simptoma. Ne duhet të jemi të vetëdijshëm për prezencën e atyre simptoma, por të injorojmë. Dhe si mund të injorojmë? Duke lexuar libra që janë psikologjik, por që faktikisht e rritin dozën e optimizmit tek ne. Dhe libra të tillë kam mjaft në treg, prandaj unë sugjeroj që të lexojnë libra
që rritin optimizmin, por jo libra psikologjikë që të thellomi tek shërgullimet se cila mund t'jetë pasoja, si ndikon kjo të kjo, tjera, sepse pastaj individi futet në atë rrethin vicioz dhe nuk del dot. Po. Atëherë, a ndikon ushqime gjatë kësaj periudhe? Patjetër. Me ndërlidh diçka dhe sidomos edhe te pesha, sepse e di që shumë persona ndërsa presin që të bie në peshë, apo edhe ka prej atyre që duan të shtojnë peshë, gjatë kësaj stine, qysh mundet të ndiku në këtë fazë, apo në lehtësimin apo ashpërsimin e këtyre shenjave dhe simptomave? Në kur jemi të ushqimi, më lejo të them që shumicën e rasteve nivellet e larta të stresit të ankthit dhe si pasoj pastaj edhe të shqetësime tjera psikologjike dhe emocionale edhe depresionit, vinë si pasojë ushqyeshmërisë jo të pasur. Kur them ushqyeshmëri jo e pasur, jo ai ushqimi i cili kushton lira apo shtrenjit, po ushqim i mangët i varfër me vitamina ndryshme që i nevojitën trupit tonë, organizmit tonë. Ne jemi të prirur që të ushqemi me ushqime të shpejta me fast food dhe këto faktikisht ndikojnë shumë negativisht tek individet. Ne duhet të kemi parasysh që të konsumojmë ushqime të pasura me vitamine, të cilat i duhen organizmit tonë, dhe të largohemi nga ushqimet që quhen fast food. Po ta marrni shembull që nëse ne kemi nivelet të ankthit dhe ushqemi me ushqime të shpejta, me fast food, kjo është sikur me i hudh faktikisht zjarrit benzin. E shton nivelin e ankthit. Kur kësaj ashtojna pastaj edhe me qeshtësinë veres, përdorimin e embëlsirave të ndryshme, akullore të tjera, pije freskuese që mund të kenë përmbajtje të lartë sheqeri, atëherë vetë se rriten nivelet e ankthit, nivelet e stresit dhe thellomi tek gjendja jonë emocionale. Përkeqësohet gjendja jonë emocionale. Prandaj duhet të kemi parasysh që në këtë stin të ushqimi me ushqime të pasura, pavarësisht çmimit të tyre, mund të jetë një ushqim shumë i lirë, por që të jetë shumë i pasur me vitaminat që neve na duhen. Kjo është ajo pjesa që ne unë do të sugjeroja tek individit, por që jo çdo herë ne duhet të kemi parasysh që mund ta zgjidhim më të mirën kur jemi përballë aktiviteteve ndryshme, përballë punës e cila na rremben e tjera, nuk mund zgjedhim. Dhe përderisa ne nuk mund zgjedhim më të mirën të mundshme, atëherë ne duhet të kemi parasysh që me një moment caktuar të kemi njerëz të afërt pranë që të bisedojmë me ta dhe ta lirojmë atë gjendjen tonë, atë ndjesinë tonë, atë negativitetin që kemi mbledh me individ që munden me na ndihmua. Mund t'ju pyes pak edhe për pushimet, sepse tash është koha e pushimeve dhe sipas shumë të dhënave bëhemi edhe më produktiv në punë pas një pushime dhe pas një relakse, ndoshta qoftë disa ditorë nëse largohemi prej kësaj rutine apo edhe disa javë. Mund të jetë e vërtetë, mund të ndikojë ndoshta edhe tek këto simptoma? Thuhet që një periudhë pushimi ndikon në uljen e stresit, sepse ne e dimë fare mirë që stresi apo burnout që quhet në punë, konsumimi, është ajo pjesa që neve na përcjell gjatë kohës kur jemi në punë. Dhe një pushim i mirë do të ishte i mirëpritur dhe produktiv për individet për të rritur performancën, por duhet ta kemi parasysh se jo për gjithë individet, jo sidomos për ata që kanë prirje depresive, ose ata që kanë histori të mëparshme të depresionit, ose ata që kanë shërgullime të humorit, sepse ndryshimet e rutinave të këta persona ndikojnë negativisht. Pse? Sepse rrisin pasigurinë, dhe kur e rrisin pasigurinë, faktikisht individi bie prej dhe bëhet me depresion. Faleminderit shumë për informatat cilat i keni ndarë me ne. Shumë kënaqësi që ju patëm në studio. Uroj për ata cilat na kanë ndjekur të kenë shërbyer si shembull edhe mënyrë udhëzimet dhe uroj që këtë periudhë ta kalojmë sa më lehtë. Po. Atëherë, faleminderit. Do të kisha sugjeruar se gjithë personat cilët kanë prezencë simptoma për 2 javë e më tepër, dhe cilat ndikojnë jetën e tyre të përditshme dhe kanë ide vetë dëmtuese, të lajmërohen te profesionistët e shëndetit mendor, në këtë rast tek psikologët, dhe që të fillojnë dhe të rikuperojnë gjendjen e tyre emocionale. Kur themi gjendjen e tyre emocionale, do të ishte më dhura që individet të përballen me psikologun përmes psikoterapive ndryshme apo terapie personale, por kur kjo gjendje është e përkeqësuar, atëherë më lejoni të them që është e patjetërsueshme dhe pa mohueshme përdorimi i medikamenteve, dhe medikamentet më lejoni ta potencoj, sepse duhet ta potencoj çdo herë, duhet përshkruhen vetëm nga mjeku psikiatër dhe as nga psikologu. Pra, psikologu as nuk duhet të rekomandoj, as të urdhëroj, as të përshkruaj medikamente kur bëhet fjalë për depresionin, sepse në situata që me vërtet janë serioze, medikamentet janë
ndimes shumë e madhe, sidomos për personat me depresion, por që kjo duhet të jetë e përshkruar vetëm nga mjeku psikiatër. Kurse rekomandimin për me shku të profesionistë tjetër mund të bëhet nga psikologu? Rekomandimi për shku të profesionistët nëse individ vjen të psikologu, i cili është një mik shumë i mirë i klientëve, atëherë rekomandimi për shkuar të mjeku psikiatër bëhet nga psikologu, varësisht nga gjendja aktuale në cilën është. Është një gjendje lehtë, e moderuar apo renduar. Faleminderit shumë edhe një herë, Naci. Ishte kënaqësi edhe për mua.